Dhe kjo është momenti zonja Zotrinën, do atë ditët tuaja. Sot, realisht, na kem një kontratë, që është një kredi ma madhja që është jep ndojherë në sektorin privat, që është 75 milion euro, po me mundësi edhe ma shumë, veç a kem projekte, kështu që këtë pjesë e kemi diskutuar. Dhe sot fillon bashkëjetesa me IFC-n. Mënyrë zyrtare. Pavarësisht që na ishëm mirë të konsoliduar, kur fillum bashkëpunimin me IFC-n, e pamë që kemi shumë nevojë që konsolidimi jonë bëhet ma gjeneroz, ma i përsosun, edhe ma i letë për të funksionu Prishtina Madhe. Dhe unë lirisht më i thëmë sot, kjo rrugtimi joni që ka ardhë këtu, është edhe vërtet financat që në të mirësarën për zhvillim, po eksperiencën dhe qëndrueshmërinë e këtij biznesit është vlera më e madhe se vetë financimi. Dhe kjo bashkëjetesë që ne do e kemë e garanton Prishtina Mallin që nuk është i mvarur nga patmiri, nga bashkëpunëtorët e mi, nga aksionarët. Prishtina Mall varet nga shtyllat e veta, nga suksesi vet. Gjë tregon që Prishtina Mall është një projekt i suksesit 100 vjeçar. Ky bashkëpunim e para është të jetë niveli i Prishtina Mall do gritet në nivel tjetër, që do të thotë do të ka me fokus veçantë në energjinë e gjelbërt, domethënë me prodhimin e energjisë të vetën për shpenzimin, se Prishtina Mall është një shpenzues i madh i rrymës elektrike, digitalizimin, që është digitalizimin, përveç digitalizimit është edhe pjesa e zhvillimit tutje. Prishtina Mall është ende në gjysmë rrugë duke u zhvilluar. Kështu që ky proces e don edhe një bashkëpunim shumë më të fortë financiar për të bërë një projekt tillë shumë vjeçar qëndrueshëm. Është rekord shumë, edhe është një financim më i madh. Shpresojmë që kemi pas financime të tjera të mëdha në Kosovë. Tash po bashkëpunimi mes IFC-s dhe Prishtina Mall po e dëshmon që IFC dhe Banka Botërore në përgjithësi ka besim në sektorin privat në Kosovë, dhe shpresoj që disa prej klientëve që jeni këtu, se kompanive që jeni prezente këtu, kemi bashkëpunuar edhe në mënyra tjera, edhe ne jemi mos të hapur për të ndihmu. Po përveç financimit, përvojat që e sillim na sa i përket këshillimeve është po çështë e rëndësishme. Edhe bashkërisht me kolegët e mi që nuk janë këtu prezent mirë, po që mirën me çështjet të këshillimeve, kemi bërë një plan të mirë të projektit sa i përket qeverisjes korporative. Say that we are passing now for a different stage of the life of Prishtina Mall. One that is not only securing us, strengthening us financially, but also helping us in attracting new tenants and also moving forward a more sustainable and digitally future. So we are very optimistic. Also this agreement with IFC allow us to keep or underscores our high standards in corporate governance, in business ethics and integrity, values that are since the beginning in the operation in the heart of Prishtina Mall. So we are moving also in this direction. And finally, it allows us to lead the green agenda of the region. It's a responsibility for us to improve our ESG practices, to benefit from it, and also to make our community to benefit from all these new practices that are introduced also with this opportunity.